që do pisho do figura që nuk mujnë me na prezentu, nuk është që s'dojnë edhe s'janë të mirë, ama nuk mundën. Janë disa kushte, janë disa rrethona cilat ta kufizojnë qatë mundësi. Unë për veti se kisha pranu qatë pozicion. Personalisht nuk e kisha pranu. Për shkak mangësive të mija që se një anglisht. Për shembull. Një gjermanisht, për se një anglisht. Ama kjo është jo aq e rëndësishme, po thash për unisa prej vetes. Edhe këta që janë figura djemte, herojve, na kemi shumë ashtu. Tash duhet kadale mu liru pri qësaj. LDK-ja edhe humbja e LDK-s edhe humbja e PDK-s janë alarmi qartë se çka do në zgjedhësit. Votuesit po dojnë njerëz profesionist, njerëz që çojnë para këtë vend, edhe njerëz që binë ide të reja. E të ngjitemi sa më shpejt me rrjedhat normale dhe të shpejta që janë të ndodhur në botë. Nuk mundi me ecë me rrjedha me çfarë të ndodhë marramense, na si më dëmujt mi kap, si më dëmujt mi shpjegu, a shpejt janë të ndodhë, dhe ndërë na mirë me një politikë që përthuj se është e viteve 70-ta. Nuk është dobi prurse. Tash për në rastin konkret për Vjosën, me që jemi të folë si cili për dëshirat veta, performanca... Opinione jemi duke e shpesë. Opinion, po. Unë për shembull jam për Blerim Shalën, edhe ata jam jo pse kam mjekë shok shumë tjetër, por pse vërtet është i përgatitun, vërtet ka përvojë, sa ketë Kosova bashk, ajo ka me Kosovën përvojën. Ajo ka përvojën e qëtij vendi. Por s'mund ta ketë suportin e vetëvendosjes, kështu që i bjen automatikisht. Sistemi po na kufizon, sistemi politik. Tash dëgjova unë ty. Më leni të foli.